ndryshime reale shëndetësore. Faleminderit zoti Taravari. Ja ka një hermafrodit. Faleminderit zoti Taravari. Të gjithë pajdexhive janë Faleminderit zoti Taravari. të bandave. Janë fosilat politikë. Faleminderit zoti Taravari. Është kriminalizuar skajshmërisht. Faleminderit zoti Taravari. Vazhdojmë edhe e bëjmë ndryshim. Nuk mundemi ta bëjmë me BDI ndryshim sepse 22 vjet BDI-ja ka qenë pushtet. Rënte ka jo antari, votuesi i Aleancës për Shqiptarët, këtë bashkë me BDI-n edhe thotë ky është ndryshimi. Me BDI-n vazhdojmë edhe e bëjmë ndryshim. Nuk mundemi ta bëjmë me BDI ndryshim sepse 22 vjet BDI-ja ka qenë pushtet. Faleminderit zoti Taravari. Të nderuar qytetarë të Gostivarit, motra, të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të Lëvizjes Arvëria, shefi i shtabit qendror, shefi i shtabit lokal, të nderuar udhëheqësi e Vlenit, kryetar Zekiria, Arben, të nderuar funksionar, deputete Saranda i Mërlie. Ajo që sapo dëgjuat në këtë audio incizim nuk është montazh as trillim politik. Është e vërteta e hidhur e dy njerëzve që sot dalin bashkë në përpodiume, por që deri dje flisnin kështu për njëri tjetrin. I pari, atë që e thot me bindje, e beson thellë në vetvete, se ashtu ishte dhe ende edhe sot e beson. I dyti, atë që e dëgjuat duke faleminderuar, as vetë sot nuk e beson, por faleminderon sepse i duhet. Zori, halli dhe frika këto i kam bashkuar. Nuk i bashkoj dashuria për Gostivarin, as për qytetarin, por halli personal. Njëri me hallin se si të vazhdoj qeverisjen pas 8 viteve ke qeverisje në Gostivar. Tjetri me hallin se si të mbroj klanin e vetë të Soravis dhe të Lotaris. Këto dëshira e halle, ne si Vlen, nuk mundeshim të vaplotsojmë edhe po të deshin. Kur halli është më i madh, edhe armiqet bëhen miq. Por le ta themi troç, ata nuk janë bërë bashkë për Gostivarin, janë bërë bashkë për veten. Ata nuk janë bashkë për qytetin, por për pushtetin. Dje, këtu afër, i pari dhe i dyti, ata që deri dje shani njëri tjetrin, mbajtën tubimin e përbashkët, tubimin e turpit. Një tubim që shije qartë nga fytyrat e njerëzve të pranishëm, fytyra pa besim, pa motiv dhe pa shpresë. E mbajtën aty lart në një rrugicë të ngushtë e pa ndriçim, që të mos shihej boshllëku. E zgjodhën ato vend për të kamufluar jo vetëm mungesën e pjesëmarrjes, por edhe mungesën e sinqeritetit. Ashtu siç përpiqen të kamuflojnë edhe koalicionin e tyre të Zorit, koalicionin e turpit. Por sado që ta fshehin, qytetarët e Gostivarit i njohin mirë, sepse kur e ke hallin e pushtetit, edhe rrugicat të duken bulevarde. Dhe nga këtu, prej këtij vendi, po ju them me bindje, tubimin e radhës do të mbajnë në rrugicën këtu nga ana tjetër, që po e rikonstron qeveria Vlen. Një rrugicë edhe më e ngushtë se ajo ku e mbajtën dje, sepse sa më i vogël bëhet besimi i qytetarëve te ata, aq më të ngushta u bëhen edhe rrugët ku mund të dalin. Të nderuar qytetarë, Gostivari meriton punë të ndershme, qeverisje transparente dhe njerëz që e duan qytetin, jo karrigen. Ky njeri është sonte në mesin tonë, e ai është kandidati jon për kryetar komune, zotëri Sebaedin Dautin, të cilën e faleminderoj shumë, i cili u bë prijes i joni dhe i këtyre ndryshimeve. Mjaft më me eksperimente, mjaft më me interesa personale që kam mbajtur peng qytetin për vitet të tëra. Ne në Vlen nuk vim për të qeverisur si ata, me pazare, me klane e me fshetësi. Ne vim për të kthyer besimin e qytetarit te komuna. Ne vim për të ndërtuar, jo për të maskuar.
për të hapur rrugë të reja, jo për të fshehur në rrugica të ngushta. Ne nuk premtojmë mrekulli, por premtojmë punë të ndershme, vendime të drejta dhe qytet të pastër, sepse qyteti nuk ndryshohet me fjalë, por me vepra dhe punë. Dhe kur ata qytetarë të dashur të kërkojnë votën për hallin e tyre, thuan njuni, ne nuk votojmë për hallet tuaja, ne votojmë për të ardhmen tonë. Gostivar, ka ardhur koha ta ngrem kokën lartë, ka ardhur koha ta kthejmë dinjitetin tonë, besimin tonë dhe të marrim në dorë të ardhmen e qytetit tonë. Ne nuk kemi pasuri për të mbrojtur, por ndërgjegje për t'i shërbyer. Nuk kemi klane për t'i ruajtur, por qytetar për t'i përfaqësuar. Ne nuk vim nga frika, vim nga shpresa, sepse vlem për Gostivarin, vlem për çdo familje që do punë e jo premtime. Vlen për çdo të ri që kërkon të ndërtoj jetën këtu, jo ta kërkoj atë diku tjetër. Vlem për çdo njeri që beson se ky qytet meriton më shumë. Dhe më 19 tetor, Gostivari do të tregoj se nuk shitet për interesa, nuk friksohet nga kërcënimet dhe nuk mashtrohet nga rrugicat e propagandës. Sepse Gostivari ka zemër të madhe, ka njerëz të ndershëm, ka zë që nuk hesht më. Prandaj miq, le të themi me zë të lartë, që të dëgjohet në çdo lagje e në çdo fshat. Vlem për Gostivarin, vlem për qytetarin, vlen për të ardhmen, vlen me Sebajdinin, vlen të votohet numri 7. Ju falenderoj shumë. Dhe tash, pa ju marrë shumë kohë, më lejoni që shpejt t'i ftoj të ngjiten në skenë ekipin më të mirë që kemi pas deri tash, ekipin që jep shpresë këtij ndryshimi, ekipin i cili i dha frym kësaj fushate, kolegët kandidat këshilltar, Gjilgjis, Egzon, Faisal, Elmedina, Gazment, Astrit, Teka, Farie, Feride, Okan, Ingji, Amra, Sami, Sara, Imran, Fetije, Valdet, Amar, Bahar, Albin, Emine dhe Alush. Ju falenderoj shumë.